Dhe unë mendoj, Antigon, qofsha gabim, po unë mendoj që kjo është një ma shumë një intuit e nonave, që nonat e bojnë dhe gratë në përgjithësi, që e bojnë me fëmijët, me prindrit e tyne, me vllaznit, me motrat, që mundohen me u përshtat, që e rëndësishme me qenë bashkë, se s'ka rëndësia dashtë e ti. Dhe unë besoj që është një vërtet, ndoshta që neve na karakterizan më shumë. Pa dashtë me marë përgjithësi pa më dhonë. Në kulturën tonë, po. Ajo që sakrifikon, ajo që është gjithmonë aty për me shërby për tjertë. Edhe ndojherë, jo vetëm te e gjedhun vetën në këtë pjesën ku edhe si bashkëshorte, ndoshta e teproj të qenë prezent njëtën e tjetërit, të mundu me ndihmu ma shumë se sa që ka nevoj, se në funditës as partneri nuk është fëmija, dhe s'ka nevoj qaq shumë na minajt gati, po vjen atërshëm për shkak ndoshta edhe kulturës cilën jemi rrit, po është mirë ka njerë me reflektu, me thëmë prit vesh pak, naljo, s'ka nevoj, i levesh leti. Edhe ajo është i zoti vetit, ose ajo. Mëso, bitë gjitha, që ka ndoshta një mesazh me dhonë, është mirë na mundësu me kërku, me pranu, sepse njerës që japin shumë, problemin e kanë se ata nuk din me marë. Unë jam, unë nuk din me pranu, as një shërbim, as me kërku. E gjej vetën edhe shumë se problemi është që na mësomi me qenë shumë pavarën, ja kemi thonë vetës që jemi dzojat, ose na mundim me ja dalë, edhe kjo bën që mandej me pas fështirë me kërku ndim. Sa do që ti e zoja, sa do që heroin je, prap ke nevoj për tjetrin edhe për ndimin e tjetrit, edhe është mirë me reflektu që me mësu me kërku. Ankesat më ndoja janë që unë po jap shumë, po kërkon se kam që m'jap mu. Okej, a ke kërku tipi tjetrit najherë, a ki fështirë kur dikush vjen edhe t'afrohet, edhe e shet që okej, problemi që ka te unë, se unë s'kom pranu ndimën, unë s'kom pranu tjetri me më dhanë që ka do qovë. Për shembull, një rast kisha një person shumë i fort, burr, që ishte për krejt tjertë aty, tha madje jam edhe psikolog, shpesh i krejt njerëzve i rrethit, thash, a e ki ti dikën, i njerit shpirtit që është aty për ty, edhe filloj me qajt, tha jo, se kam kërkon. Pse, a ka provu në herë dikush me t'nimu, se kom gjedh vetën, se kom leju, dhe më thënë, ideja është na nuk i kemi leju, nuk kemi kërku ndim. Pse jo, sa do të fort jemi me pranu ndime, me hapë zemrën. Shumë e vërtet. Unë e thash në fillim të emisionit që shumica do t'a gjejmë vetën. Edhe unë kur po përfshina në disa përgjigje, jam e sigur që edhe ta që po na dëgjojnë përfshihen nga secila prej përgjigjeve.